Qa kujtojnë këta ignorant që kanë të bëjnë me një popull pul e të mashtruar e që nuk di me ju kundër përgjigj dhunës, po këta duhet jenë ashtë të zgjuar që kur mos me provokua dhunë, se ti në rast se arreston të pa fajshmit, e i tërheq zvar, e i shkel me kam, apo ti duhet dish që njerëzit protestojnë, që gjithkush e quen vetën një lloj me atë që ka dalë në protest. Unë dalë në protest, rri 3 orë, 4 orë në protest sa që me mbaj gjujtë dhe forcat e mia të kësaj moshe, dhe gjatë kësaj kohë për mua çdo protestues është vllai im, unë e quaj vetën, unë nuk dalë në protest me bon shehir, po dalë në protest me dhanë forcë kur ajo, sikurse edhe me marr forcë kur ajo për një qëllim përbashkë që është mbi gjitha vëllezër, rikthimi i funksioneve të Republikës, rikthimi i demokracisë, rikthimi i pluralizmit real, boll me fiktivitet, me korrupsion, me nepotizëm, me krahinizëm, me hajdutëri të pa shembull e që nuk e ka pa kur ky shtet dhe ky kom. Një të tillë situatë ne nuk e kemi përjetuar as në kohën e diktaturës komuniste. Prandaj duhet lavdruos Zoti edhe çdo protestues, shoqyr që filloi dhe u reagoi Shqipëria. Ne nga mungesa e reagimit jemi quajt popull i vdekur, popull që flajm gjumë, popull që nuk durojmë deri edhe me na futë pingë në gojë. Tani që reagojmë, dalin ca ignorante apo qendra anti-shqiptare që kërkojnë me përgojue e me na ngatrua me njëri tjetrin, e me na detyrua me thyje xhama apo dyert institucioneve tona. Jo kur. Protestuesit nuk thyejnë asnjë vazo. Protestuesit kanë vezë e domate. Kujt të shkoj shpirti për vezë e domate të vinë të më thonë fajtor i smunjes apo i ngjarjes ki jam unë. Vezja domata nuk vrasin askën. Vezja domatet janë të gjitha mbi poshtërsinë dhe mbi sistemin e mizerjes që ka ndërtuar kjo klasë e ndyrë politike anti-shqiptare, anti-europiane në këto 36 vjet dhe nuk ka çfarë i heq kush njerit apo tjetrit, është në blok. 36 vjet kohë humur, 36 vjet mizerie shtetërore mbi pronat, mizerie shtetërore mbi demografin, mizerie shtetërore mbi akademin, mizerie shtetërore mbi sistemin arsimor, super mizerie shtetërore mbi mjedisin e bujqësinë. Dhe tani i thuhet prap popullit hesht, duro, rritët të vjell, rritët të marr pronat, rritët deboj fëmijët, rritët rris 50.000 lekë në muaj, një bonus edhe votoni 500.000 pensionist përsëri e më mbanin pushtet. Jo, kjo është mizerie, ky sistem mizerie duhet shembur sa më parë dhe lut Zotin që çdo politikan dhe qeveritar, i majt apo i djathtë, sido që ta cilësojnë veten, të bëhet pjesë e zgjidhjes. Lushuesaj apelon si shqiptar pa ngjyrime politike apo krahinore apo fetare. Ju lutem, nëse flisni shqip apo keni prindrit tuaj shqiptar apo jeni dashamirës të Shqipërisë, kontriboni zgjidhjes reale, paqësore dhe rikthimit të pluralizmit në Shqipëri. Dhe mos provokoni, mos dhunoni protestuesit dhe askën që proteston e reagon kundër padrejtësive. Profesor, pse Edi Rama tregohet kaq i fortë metod doptit, kryesisht pra me qytetarët shqiptar dhe është shumë i dobët për bandave kriminale? Kryeministri Edi Rama nuk ka as forcë as guxim me i vënë kamën fyt popullit shqiptar, por druj, sikur se thot popullsia e Tiranës ku jetojmë e punojmë prej 45 vjetësh, druj thonë që mbi kokë dhe rreth qafës ka padron të tjerë dhe vargore të tjera, zinxhir të tjerë. Unë i them kryeministrit Rama, bashkohu me popullin shqiptar dhe do të mbetesh, nuk ja lehtëson popullit shqiptar këtë kapërcyll që e ka të detyrueshëm për ta realizuar. Cikli shoqërore politike shqiptarëve, nëse nuk u realizua si duhet në vitin 1990-92, nuk u realizua si duhet në vitin 2018-2019,
duhet realizuar tani dhe sa më gjatë të shkoj pa u realizuar, aq më keq do të jetë për faptet e shtetit dhe të kombit shqiptar. Mua nuk më intereson asnjë kryeministër dhe zyrtar i Shqipërisë i këtyre 36 vjetëve apo i këtyre 85 viteve që nga koha e krijimit të Partisë Komuniste të Shqipërisë nga Partia Komuniste e Jugosllavisë deri më sot, por me intereson vetëm fatet e popullit dhe të kombit shqiptar. Me intereson gjithçka që ka të bëjë me botën shqiptare dhe me fqinjësinë e mirë në rajon dhe në Europë. Dhe të mos harrojmë në këtë pikë, si europian i vjetër, autokton, den babaden prej 3500 vjetësh në bregdetin e Adriatikut, sepse unë jam nga krahinat e Shkodrës, i e ditur se nga jam i përkas fisit i lirit të Dalmacis, jam katolik prej 100 vjetësh e 2000 vjetësh dhe e di shumë mirë që ne Europa në don, nuk na i ka fajt Europa. E di shumë mirë që ambasadat e Europës dhe shtetet e bashkuara të Amerikës na kanë bën shtet, na kanë mbrojtur si shtet dhe në këtë rast kanë lutjen time më të sinqertë që na ndihmoni mos na lëni në kthetrat e sovjeto-bolshevizmit dhe në kthetrat e orientalizmit anadolak e komunist. Përndryshe, kuptojeni o vëllezër të Europës e të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që veza e krimit që mbillet, që lind, e që qilet zogj në Shqipëri, do t'i bëj folet në kryeqytetet e Europës dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Unë jam një shqiptar që kam 85 vjet, 3 breza i masakruar nga sistemi i fllihur otomano-komunist, e që e dua shtetin dhe kombin tim, e dua Europën dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe që e vuj mbi kurriz çdo ditë mëndzyrën sorosiano-komuniste, persekutimin komunist, edhe tani që po flas, që ndodhem në një zyrë të universiteti që s'ka kondicioner, e kam temperaturën 35.6 gradë në zyrë, e vuj çdo sekondë vëllezër dhe ju lutet vetëm për hir të Europës, të rajonit, stabilitetit botës, na ndihmoni të heqim qafe një diktaturë që nuk i ka rënjet sot as para 13 vjetësh, por i ka rënjet qysh në vitin 1941, kur filozofia marksiste, leniniste i injektoi në trunk këtij populli për 3 breza me radhë, që kundërshtari është armik, që kundërshtari duhet zhdukur, që pluralizmi politik është armik, që vetëm marksizëm-leninizmi e zhvillon e bën Shqipërinë, buza Adriatikut rrezelshon Shqipëria, dhe që e pam se ku qoj 1990-ën, e pam ku qoj 1997-ën, e marksizëm-leninizmi e pam ku qoj 2018-2019-ën, e prap për shqiptarët ju bëj thirrje, zbrisnin sheshet e lirisë, e mos prisni që marksizëm-leninizmi të fitojë mbi ne, mbi fëmijët tonë që i ka debue, mos fitoj marksizëm-leninizmi mbi ju, o bashkë shqiptare, bashkë kombas të mi të nderuar, që do të na shkatroj se marksizëm-leninizmi dhe orientalizmi në Shqipëri e ka fundin shumë të hidhur, prandaj binin sheshet e lirisë dhe përbuzeni dhunën e mos u përkulni para dhunës. Dijeni mirë që dhunën e nxit frikacaku, morracaku, ignoranti, pisi, debili, anti-shqiptari, ama kundër dhunës duhet qëndrojnë qytetarët shqiptarë, mendje ndritur dhe me zemër të bardhë shqiptari. Ky është problemi jonë që kemi. Europa, ambasadat e Europës dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë momentin për të na ndihmuar. Ju lutem na ndihmoni. Mos na lejoni në këtë situatë apokaliptike, sepse e keqja mbi ne është e keqja mbi ju dhe ju e keni pa. Narkotrafikun nuk e kanë shqiptarët, trafikun e drogës nuk e kanë shqiptarët, pastrimin e parave nuk e kanë shqiptarët, vrasjet politike, shoqërore, trafikantëve e tjerë përplasën mes bandave nuk e kanë shqiptarët. Shqiptarët janë viktima të asaj mizerje se krijuar kur ju përkrahet qeverisjet
të një pasnjeshme nepotike, orientale, hajdutrore e të korruptuara. Profesor, a mendoni se Edi Rama duke dashur t'i godas, t'i friksoj apo t'i kërcënoj përmes arrestimeve, sidomos në rastin e Dritan Goxhait, po i faktorizon edhe më shumë këta element kryesor të protestës, të cilët mund të shndrohen më pas edhe në një formacion politik? Unë mendoj që ka një pamje. E para, dhuna ndaj protestuesve, mua si shqiptar, si intelektual, si njeri që kam pas të gjitha mundësitë e kësaj bote me ik 1000 herë me u stabilizua në të gjitha vendet më të bukura të kësaj bote. Edhe sot që jam 63 vjeç, profesioni im është ndër profesionet më të kërkuara e më të lakmuara të kësaj bote. Por që kam vendos me jetu në këtë vend dhe nuk iku nga ky vend. Për shpirtin tim, për shpirtin e protestuesve, për shpirtin e studentëve që shikoja mram për lotur dhe nuk kam nërmend me lëviz, por kjo pamje e dhunimit të protestuesve mua me turpron. Ata që protestojnë turpron, çdo shqiptar e proteston se qeveritarët nuk i kemi nga komësitë e tjera, po të gjithë janë produkt i shoqërisë shqiptare, pavarësisht se ku i shërbejnë. Dhe unë ndihem i turpruar nga dhuna në protestë, sikurse ndihem shumë krenar me qytetarinë e protestuesve, edhe pse protestuesit kanë, secili prej tyre ka një hall shumë të madh. Diku i ka ikur prona, diku i ka vdekur i dashuri për mungesë ilaçesh, dikush është i cenuar në pagë, dikush është i cenuar tek të drejta e punësimit, dikush është i kërcenuar po tek kushrin apo vllajin apo nipin apo mbesën nga puna. Pra, të gjithë protestuesit janë të kërcenuar. Dhe unë them që Edi Rama nuk mund të jetë aq i paditur sa të mos e kuptoj që dhunën e shkakton i padituri, ignoranti, frikacaku, i ligu dhe nuk e shkakton kur i dituri dhe qytetari. Dhe në këtë trajektore të cilën luti Zotin që të mos atakoj kërkun tagent as kotagent me dhunën, luti Zotin që në këtë trajektore të mos ketë dhunë, po të ketë arsye shtetërore e politike, të ketë vlerësim dhe ndërgjegje të lartë politike e shoqërore për me kontribuar zgjidhjes. Sepse agravimin e dhunë gjithmonë ky popull ka njoft genocid e luftra shfarose, por ama në fund ka shpëtuar populli. Klasat politike të gjitha janë groposur në dhunën që kanë mbjellur vetë. Prandaj them që unë nuk besoj tek dhuna. Dhe këshilla ime, sikur po të më dëgjonte Edi Rama, është që banu pjesë e zgjidhjes dhe të mos të heqin dorë nga çdo segment dhune dhe nga ata njerëz që i kanë dalë jashtë komandet. Të kontrollojnë dhe njerëzit që i kanë dalë jashtë komanda apo institucionet t'ia lënë popullit, sepse populli i sistemon vetë të gjithë ta koka që mund t'jenë edhe koka turku që guxojnë me ushtruar dhunë apo me lahe sapër për llogaritë e tyre. Shqiptari nuk ta fal as dhunën, as vrasjen, as pikën e gjakut sot e 1000 breza. Këtë duhet ta ketë qartë. Atëherë se çfarë llogarie bojnë kur tërheqin tjetrin zvarr, vetëm kjo një kategori e ulët ignorantesh mund ta dinë. Unë nuk arrij dot ta kuptoj.